Sokoljo. Përshëndetje gjithëve seni. Përshëndetje gjithëve seni. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje gjithëve. Mirë se keni orë gjithë. E faleminderit shumë për prezencën, pritjen për kryetorin tonë, kryetorin liderin e LDK-s, kryetorin Dr. Limera Dixhikun sot, natyrisht për urimet edhe për prezencën e tij në vitin, në mesin tonë, në mesin e shtopit, strukturave tona, natyrisht në tërtesën institucionale që garujnë vazhdimësinë, aty ku kemi filluar që nga dje kryetor me vazhdu punën, progresin për vitin si vazhdimësi, me gjitha projektet, jo vetëm infrastrukturore, po edhe zhvillimore, ekonomike, edhe me zonë ekonomike, edhe me inkubatorët biznisit, edhe me komplekse turistik, edhe me projekte ambientale, edhe me projekte bujqësore, shfrytëzimin e potencialeve bujqësore, pa lënduar gjitha të tjerat edhe investimet për kulturë, investimet për rini, në veçanti edhe krijimin e parakushteve për mërgotën tonë që dëshirojmë përshëndet, sa herë që diskutoj ata në mënyrë të veçantë përshëndes për kontributin e dhënë, por gjithashtu edhe fuqizimin e rolit gruas, edhe në shërbimet për qytetarë, shërbimet me rregulla me ligj, në shërbimet e përditshme 7 ditë në javë. Shërbimet, jo vetëm shërbime publike, por gjitha shërbimet e tjera, administrative të tjera që qytetarët kanë nevojë vërtet që vitinja transparente, llogaridhon se i ka dhënë edhe jetë. Prandaj kryetorin e mirëpritëm sot, e faleminderit kryetor për përkrojën gjatan fushotës, interesimin, shtetin që na i ka dhënë nga niveli qendror si lider bashkë me ekipën. Vërtet edhe shtopin qendror, e kemi një vetëm jashtëzakonisht mirë në shtopin e vitinjes, edhe natyrisht fituria s'ka mungu. Për shkak se uniteti i veprus që kemi ndërtu, edhe hierarkisht, edhe në nivel horizontal në vitin e ka prodhuar rezultatin. Por vetëm shef e shtopin tonë, kjo vetëm një pjesë e strukturave njerëzve që kam punu, që unë kam fillu mi falenderu dhe po të njoftoj sot se mbron 4 shtope kam qanë si shenjë falenderimi për shtopet e tuna, ku me vazhdu dhe të tjera të mi falenderu. Me rujt e lunin invencionin, me vazhdu për shkak se ju e dini që kemi zgjedhjet qendrore shumë shpejt. Prandaj vitinja kam e thonë fjollën e vetë, fuqishëm në zgjedhjet qendrore dhe natyrisht kryeministri i arshëm i pavitueshëm është lideri jon i LDK-s. Lejoni që ju falenderoj për këtë pritje shkëlqyeshme dhe madhështore si që keni adept zakon. Lejoni po ashtu për cilli në emër gjithë të antarësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, urimet më të përzemërta, më të ngrata për fitoren e jashtëzakonshme që keni shënu këtë nëntor në viti, duke rikonfirmuar edhe njerë sokolin tonë, sokolin tuaj si kryetar të komunës së Vitisë. Na e kemi ditë që Sokoli është 4x4. Dhe kemi ditë që fitoria viti është e LDK-s, por du t'ju them që atë natë i kërkoj falje Sokolit shumë, natën e zgjedhjeve, sepse derisa i pakjallësha rezultatet e Prishtinës, në telefon vazhdimisht të shkrysha Sokolit, çuçi kemi punën. Edhe vazhdimisht Sokoli mi dërgonte ato fotografimet e Excelit. Të më thonë po vetojmë 500 vota për para, 400 vota për para, thonë ta u kry kryetar urime, kur ka thonë urime viti, tha shtërë në konferencën për shtyp se për shpallën fitore nacionale. A ka qenë që shtu Sokol? Sakt. Dashti, pse është kjo rëndësishme për neve? Vitia e ka dhënë kuptim fitores së LDK-s në nivel nacional.
jo vetëm si bastion i LDK-s tash e në mandatin e 4, por se ishte shtylla e fundit e lidhjes demokratike të Kosovës në Ana Morav. Dhe për neve prezenca e LDK-s në Vetir dhe se këndemi në Ana Morav ishte jetike për organizimin tonë të arshëm partijak e besa dhe demokratik të Republikës Kosovës. Ne në këto zgjedhje kemi fitu kryeqytetin dhe për përcjell të falat e kryeqytetit dhe juve dhe urimet. Atë natë kemi bo fest në kryeqytet, kërkoj fali që s'kemi ardhur të viti me festu me ju, por na bllokun rrugë të Prishtinës me thonë drejtën, dhe ishte fest e gjithë bashkë, po nga Prishtina ju kemi uruar dhe i kemi përshëndetur për fitoren e madhe. Kemi fituar pra në 7 komuna gjithsej në Republikën e Kosovës, dhe me këtë rezultat na jepet një përgjegjësi jashtëzakonshme për LDK. Përgjegjësi e madhe për qeverisur në çdo regjion të Republikës Kosovës me komuna shumë serioze me potencial të jashtëzakonshëm. Prandaj ju lutem që deri më tani, deri më dielën, ju keni qenë shtab e kandidat vetëm e lidhjes demokratike të Kosovës, prej sot e tutje, siç dini ju, siç din Rrogovista, siç din të djathtët, siç din Vitia, ju jeni udhëheqës të secilit qytetar të Vitis. Pra ju përfaqësoni të gjithë, silluni me dinitet ndaj të gjithëve. Kjo na dallon prej partive të tjera. Ne nuk kemi urrëti ndaj bashkëqytetarëve tonë, familjarëve tonë, qinëve tonë. Ne vlerësojmë besimin e dhënë dhe mbi këtë besim ne do të shërbejmë me dinitet, siç keni ditë gjithmonë, siç keni bërë për 3 mandate dhe mandatin e 4 s'kam asnjë të shëm. Por ka marrë edhe një porositje ajo. Se kur sekoli parës tha, bëhemi gati për zgjedhje nacionale, një kolegi këtu tha kush ka na zgjedhur. E di që është gakesë e madhe. E di që është barrë e madhe. Në histori Kosovës asnjëherë se kemi organizuar 4 parë zgjedhje për një vjet. Po një parë zgjedhje nacionale në Shkosh, po supozojmë një parë zgjedhje nacionale në dhjetor dhe 2 rande të zgjedhjeve lokale. Por ne jemi Lidha Demokratike e Kosovës. Ne jemi krenar me rezultatin tonë, jemi shumë krenar me strukturat tona, jemi krenar me njerëzit tonë, programin tonë, idetë tona dhe vlerat tona, dhe mbe këtë krenari që e kemi, jemi gati gjithmonë për çdo parë zgjedhje sa që na vinë, kur do të qofshin ato, ne do të bëjmë punë gjithandej komunave tona, në çdo fshat, çdo lagje, në çdo qytet, sepse e kemi një ëndër shumë të madhe, sikurse Vitin, ashtu duhet ta ndërtojmë në Republikën e Kosovës, e cila është e mbyllur, pa institucione, pa prirje, pa leadership kombëtar. Dhe në këtë fazë, veprimi juaj politik, aktivizimi juaj politik është jetik për vendin tonë, për atë tonë. Komuna Vitis do të jetë shumë më mirë, po të ketë një qeveri që jo se hiç mos më ndihmu, po veç mos më pengu. E ne kemi planin ndihmëse për komunën e juaj. Por kjo komunë shembullore, e njerëzve të mirë, e njerëzve punëtor, e familjeve punëtore, meriton vëmendjen e qeverisë qendrore. Dhe kjo vëmendje e qeverisë qendrore duhet t'ju vi pavarësisht se a jeni të LDK-s, a jeni ndonjë partije tjetër. Dallimet e tilla LDK-ja nuk i sheh, por me qenë se jeni të LDK-s, natyrisht se LDK-ja i ka me zemër edhe njerëzit që punojnë marrë mirë, e ne e dim që ju punoni marrë mirë. Prandaj sokol, bëni gati, po njëherë mirë shkur me avllon të plashim këtyne njerëzve sokol pak. Mos me qitë me njerë në punë. Po besoj që në emër këtyne po flas, edhe besoj që këta pajtohen. E meritojnë. Në stone këtë fitore, nuk është e zakonshme, është e jashtëzakonshme. Nuk e di ajni të vetëdijshëm çfarë fitore të madhe keni arrit. I keni pas gjithkundër, edhe prej shteteve tjera kanë ardhur. Vlenat për sekulin zlen. Po kam prej ku s'duhet me prej. E LDK nuk falë. LDK nuk falë, LDK nuk e do përçarjen, nuk investon ndarjen, por as e toleron përzirjen e tjerëve në arat tona. Prandaj, në këtë drejtim, do të marrim përgjigje të gjithë, por na tani jemi në fest, kemi dëshmuar se fitojmë, kur dim, shijojeni këtë fitore, bëni më të fortë, më të unifikuar, afroni të tjerët sa më tepër, dhe le të punojmë gjithë bashkërisht për Republikën e Kosovës. Mua, si kryetar të LDK-s, po dhe Silumir, ma keni bërë zemrën maj. Fitoria nacionale kish me qenë shumë e paplot pa një viti edhe pa Ana Morav me LDK-n të. E keni kompletuar fotografinë, mozaikun e fotografisë,
me zemër të Vitis. Po, ka komuna të maja si Prishtina, që është fitoria e jashtëzakonshme, burrem edhe për Peje, për Istoke, për Lipjan, burrem edhe për Junike, për Dragarsat, atje kanë pas vështirë ata burra atje. Por fitoria e Vitis është fitore e zemrës tonë, zemrës lidhës demokratikë e Kosovës. Pak edhe pse jam i kësaj ane, po jam pak edhe ma mirë, ma shumë, po... Letë punojnë bashkë, letë punojnë fort, faleminderit, urime, mos u ndalni, festoni do ditë pak ma shumë se sa që duhet, nuk po më duket që jeni të vetëdijshëm çfarë fitore të mëdha keni rri, po gëzoni shumë, aty burrë i botës. Ne po shem mirë, ka fraja këtë njerëzve se pas kanë punu me zemrë. Ajo që muj më ofru bashkëpunëtor dhe kryetar është ka një kofe sa të shesh me pi bashkë. Sa e di në maksimën time, pushimi më i mirë në vazhdimi me punë. Vazhdimi me punë.